Shikues të nderuar, mirëmbrëma, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Mirë po para se të nisim, ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s e aprovon Isa Mustafën për kryeparlamentar. 12 muaj burgim për Zharko Veselinovicin për shkak të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrës. Qeveria lokale e Ferizajt ka rritur të hyrat vetanake dhe ka ulur shpenzimet në derivate dhe reprezentacion. Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot e ka aprovuar liderin e saj Isa Mustafa për kryeparlamentar. Siç mëson Koha.net, Mustafa gjithashtu është autorizuar për formimin e qeverisë së re nga bloku LDK-AAK dhe Nisma për Kosovën. Sipas statutit të LDK-s, Këshilli i Përgjithshëm është organi kompetent që vendos për koalicionet. Një trup gjykues nga gjykata themelore në Mitrovic ka dënuar Zharko Veselinovicin me 12 muaj burgim për shkak të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave më 14 gusht të vitit 2010 në fshatin Rudare. Në ditën e lartpërmendur, i pandeuri e ka penguar policinë e Kosovës që ta dërgojë një kamion cistern, e cila kishte destinacion pompën e benzinës Tim në fshatin Rudare, në terminalin doganor në Mitrovic për verifikime të mëtejme doganore në lidhje me kontrabandën e mundur të madrave, thuhet në njoftimin e EULEX-it. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë njofton se ka thirrë sot në takim ambasadorin e Republikës së Maqedonisë në Tiranë për t'i shprehur keqardhjen dhe pakënaqësinë për moskuptimin e mesazheve të përcjella nëpërmjet deklaratave të zyrtarëve shqiptar, referuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni. Ambasadorit ju vu në dukje se këto deklarata nuk mund të konsiderohen si ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Ato përbëjnë një shprehje të natyrshme të shqetësimit për situatën e krijuar dhe njëkohësisht të bëjnë thirrje për maturitë dhe gjetjen e zgjidhjeve, thuhet në deklaratë. Në vazhdim ju sjellim disa informacione nga vendi dhe rajoni të përmbledhura në blog. Protestat e sotme të shqiptarëve në Maqedoni kundër dënimit të 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm në rastin e njohur si Monstra, kaluan pa ndonjë incident të veçuar. Momenti i ri në këto protesta ishte artikulimi i qartë nga ana e organizatorëve se këto protesta nuk janë drejtuar kundër maqedonasëve, por kundër institucioneve qeveritare në vend dhe se do të vazhdohet me protesta deri në shpallje të pafajshëm, lirimin e menjëhershëm dhe dëmshpërblimin e të dënuarve, shkarkimin e menjëhershëm të prokurorës dhe gjykatësit të rastit dhe ndjekjen e tyre penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Dorëheqjen e ministres së Brendshme për shkak të përdorimit të pozitës zyrtare duke shpallur gjykimin qyshgjatë arrestimit të tyre dhe lirimin e menjëhershëm të protestuesve në Shkup dhe Tetov. Protestave të sotme, që nisën nga kompleksi Qajshanja dhe zgjatën për rreth 2 orë, u prinin figura të njohura politike dhe intelektuale të shqiptarëve në Maqedoni. Në mesin e tyre ishin Hisni Shaqiri, Ismet Ramadani, Mersel Bilali, Kih Mehmeti, kampioni boksit Nuri Seferi dhe kryetari komunës së Strugës Zjadin Sela. Në qendrën memoriale të Srebrenicës u organizua ceremonia fetare e varrimit të 175 kufomave të identifikuara bosnjake. Kjo përkon me përvjetorin e 19 të gjenocidit mbi popullatën civile të kryer nga forcat serbe në periudhën prej 6 deri më 16 korrik të vitit 1995 gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë. Likuidimi masiv i popullatës civile në Srebrenic, ku viktimat ishin kryesisht meshkuj, u bë pas ofenzivës që ndërmorën forcat serbe, me që rast u thye dhe enklava e krijuar për të cilën ishin përgjegjës njësitet e Kombeve të Bashkuara. Në masakrën e Srebrenicës u likuiduan mbi 8300 civil. Për këtë krim, deri më sot nuk është dënuar asnjë pjesëtar i forcave ushtarake apo paramilitare serbe të akuzuar nga gjykata e Hagës.
Në takimin e sotëm të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, kryesuesi i këtij komisioni Prenk Gjetaj paraqiti raportin përmbledhës të punës në varrezën masive të Rashkës, si dhe kërkesat për hapat e mëtutjeshëm. Gjetaj, duke u referuar të dhënave zyrtare sipas ekspertëve mjekoligjor nga Kosova, të angazhuar në punimet profesionale në rastin e Rudnicës, njoftoi deri më tani janë zhvarrosur mbetjet mortore të 45 individëve, si dhe 86 pjesë kockore. Për analizë të ADN-s janë dërguar 156 mostra nga këto mbetje mortore. Gjatë takimit, antarët e komisionit shprehen ngadishmërinë që Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës për Persona të Zhdukur të përkrah edhe financiarisht vazhdimin e punimeve, nëse kjo është e nevojshme, me që sipas palës serbe, arsyeja e ndërprerjes së punimeve ishte mungesa e mjeteve financiare. Ndërtimi i të ashtu quajturit Park i Paqes dhe i sheshit Car Lazari në cepin verior të urës së Ibrit në Mitrovic ka nxitur edhe reagimin e Bashkësisë Islame të Kosovës, e cila përmes një reagimi dërguar mediave thotë që ndërtimet e fundit po bëhen në pronë të tyre. Sipas Këshillit të Bashkësisë Islame të Mitrovicës, pikërisht në Truallin ku ka filluar ndërtimi i sheshit deri në vitin 1999, ka qenë xhamia e Ibrit, të cilën forcat serbe e shkatruan deri në themel. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës e dënon ashpër këtë veprim tendencioz që për thelb ka spastrimin etnik e fetar të asaj pjese të Kosovës dhe kërkon nga institucionet e vendit dhe faktorët ndërkombëtar, EULEX-i, KFOR-i, OSB, ambasada e SBA-ve dhe ambasadat e shteteve perëndimore që sa më shpejt të ndërhyjnë e mos të lejojnë që vendi i xhamisë të tjetërsohet, thuhet në komunikat. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa, duke paraqitur raportin financiar për 6 muajt e parë të këtij viti para Kuvendit Komunal, tha se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat vetanake janë rritur për 16%, kurse shpenzimet në derivate dhe reprezentacion janë ulur për rreth 50%. Kuvendi miratoi po ashtu propozimin e Komisionit Komunal për emërtimin e rrugëve dhe shesheve, si dhe subvencionet për bujqësi në vlerë 240.000 euro. Kryetari Ferizajt sot shqyrtoi disa pika të rëndësishme sa i përket financave publike dhe dhënies së banesave komunale me qira. Seanca nisi me raportin financiar të kryetarit Muharrem Sfarqa për 6 muajt e parë të këtij viti. Aty ai tha se plani i të hyrave vetanake është ngritur për 16% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërkaq janë reduktuar shpenzimet për rreth 50% në derivate dhe reprezentacion. Gjatë periudhës janar-qershor 2014 u inkasuan gjithsej të hyra vetanake në vlerë prej 1.656.196 euro e 66 centëve, përfshirë këtu edhe të hyrat nga participimet e qytetarëve për projekte kapitale dhe grante tjera të donatorëve të jashtëm, ndërsa shuma e vlerës së realizuar pa përfshirë të hyrat nga donatorët e brendshëm dhe të jashtëm është 1.583.176 euro e 45 cent, e cila vlerë po të vetë në krahasim me vitin 2013 ka një rritje prej 16.12%, ndërsa krahasuar me planin kemi një realizim të tij 41.58%. Ky trend është përshëndetur edhe nga opozita, por me disa vërejtje. Rezultati inkurajues sepse kemi një tejkalim të vitit 2013, sidomos në tyra në tatimin pronë, po gjithnjë duke pasur parasysh se në këtë periudhë kishim në disa masa, mos mund t'i quajmë represive, të cilat edhe ka dhënë ndikimin për të rritur këtë inkasim, dhe pra po them, në qoftë se nuk mund të cilësohen tilla, rezultatet kanë dhënë, ato rezultate janë këtu që ne i shohim, i prekmi, sepse rritja e inkasimit, vlerës inkasuar në tatimin pronë, do të mundsoj ligjërisht që të rriten vlera investimeve kapitale, e që është në interesin e përgjithshëm të komunës sonë. Përderisa rishikimi i buxhetit në pjesën e dytë të vitit 2014 i gjeti pikpamjet pozit-opozit thuaja të njëjta. Me këtë rast u vendos që afro 556.000 euro të mbetura, shumica nga projektet kapitale të ridestinohen për disa projekte të tjera, ndërto për asfaltimin e rrugës në Mirash, vendosjen e ashensorëve në komunë e në qendrën e emergjencës dhe riparim të shkollave.
Divergjenca janë hetuar ndërmjet Komisionit për ndarjen e banesave dhe Komisionit për shqyrtimin e ankesave, edhe pse i është dhënë notë pozitive punës së deri tashme dhe kritereve mbi të cilat 52 familje përfituan banesa. Sepse në rregullore cekët shumë mirë që në rast se përfituesit i kanë pikë të njëjta, rangimi bëhet sipas alfabetit. S'janë rangu, domthonë shkelje e rregullores. Jo. Kanë diku në listë, që s'kanë diku. Shembull ki në listë me 30 pikë që s'kanë përfitu, e që ju takon mi përfitu. Do me thonë, në bazë të rregullores, në bazë të alfabetit, i takon me fitu banesën, ndërsa këta e kanë hekë. Së gjendja faktike është në bazë të alfabetit. Meden, këtë rregullore nuk e kombinatuan, kuvendi. Datën 21 dhomojtën 2012. S'ka nevojë me emrin më drejtu, po e jep një mendim tonin rreth. E kam edhe rekomandimin e Komisionit të ankesave. Konkretisht unë kam qenë edhe ju kam ndihmu. Edhe atë që e keni kërkuar keni pas, ju kam servu. Në rekomandimin e ju, apo të Komisionit të ankesave, thotë që është e kaluar rregulloria. Ma thuj me nënë, cili nënë është e kaluar në rregulloria? Nini 18, me dajmë, paragrafi 4, thotë, Komisioni pas shqyrtimit të fletë konkurime me dokumentacion të kompletuar verifikonit të rënë gjendjen faktike. Që do thotë në të përbaz, e ke marrë dhe gjendjen faktike, nini 18.4 edhe nini 14.1, jo nini 14.2. Komisioni para prak për ndarjen ose dhënien e banesave në shfrytëzim me qira ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe dhe të mirë. Dhe meriton edhe lavdata, meriton edhe këtë çështje ka qëndosh ta korrigjoj Komisioni i ankesave, i cili nuk është marrë absolutisht me punën për çka është autorizuar në kuvend. Nuk e ka bën asnjë gram punë për çka ka marrë autorizim në këtë kuvend. Në këtë seancë është debatuar dhe njëkohësisht është aprovuar edhe propozimi i Komisionit Komunal për emërtimin e rrugëve dhe shesheve në qytet dhe fshatra. Kuvendi Komunal po ashtu ka miratuar edhe subvencione për bujqësi në vlerë prej 240.000 euro, ndërka që ka refuzuar kërkesën e një biznesi nga Sojeva për ndryshim të destinimit të një ngastre, që kishte qëllim zgjerimin e fermës së pulave në këtë fshat. 11 korriku, si pas organizatës së Kombeve të Bashkuara, shënon ditën botërore të popullsisë. Si pas kësaj organizate, popullsia në një ditë shtohet me 225.000 njerëz, ose afro 83 milion në vit. OKB-ja parashikon se numri njerëzve në botë vitin e ardhshëm do të jetë mbi 7 miliard, ndërsa deri më 2050 popullsia pritet të shkojë në 9 miliard. OKB-ja vendosi 11 korrikun si ditën e popullsisë së botës për të kujtuar njerëzve se çdo njeri është i dobishëm, por ekziston vetëm një tokë për të gjithë. Dita botërore e popullsisë si vjeti është kushtuar investimit tek të rinjt. Lidhur me këtë çështje, televizioni Tema ka marrë pikpamjet e 4 këshilltarëve të reja në Kuvendin e Felizajt, të cilat qysh në moshë të re kanë hyrë në politikë. Në kuadër të kalendarit të ditëve ndërkombëtare, 11 korriku njihet si dita ndërkombëtare e popullsisë botërore. Këtë vit anë mban botës, kjo datë shënohet me tematikën investimit tek të rinjt. Se si e shohin perspektivën e tyre, ne sot bashkëbiseduam me 4 këshilltare në Kuvendin e Felizajt, të cilat qysh në moshë të re u inkuadruan në jetën politike. Këtu anëtarët Kuvendit thonë se çdo vit e më shumë, të rinjt po kanë hapësirë më të madhe për të vepruar në secilën fushë. Vetë përbërja kësaj legjislature me mosha më të reja tregon perspektivën e të rinjeve u shprehen ato. Sa janë ata vendimarrës në komunën e Ferizajt, veç mujna me pa në bazë asaj sa ka të punësuar të rinj, në fakt në përzyrat ku mirën vendime ose sidomos në përdrejtori. Me sa dion drejtar 3 nuk kemi edhe atë shumë, mirë po të paktën njerë që ju ndihmojnë atyre ose që janë bashkëpunëtor me ta, me sa po duket është një tendencë që po vinë disa tri kohëve të fundit, kështu që kjo tendencë mu po m'pëlqen që trit janë të gjetë vend pune aty ku mirën vendime. Unë mendoj që hapësirë kanë të mjaftueshëm, po m'varet tash prej neve sa punojmë. Kam fillu kadar të aftësohen, vedisohen që edhe trit mund marrin pjesë në vendimare, gjithashtu femnat, por gjithsesi mendoj që kemi mjaft hapësirë.
Përderisa kjo përbërje e kuvendit ka më së shumë të 3 deri më tani në historinë e kuvendit Ferizajt, atëherë besoj që të paktën kësaj radhe qytetarët e kanë vlerësu edhe triun e këtij qyteti. Unë për vete personalisht kam qenë shumë e përkrahun si prej partisë time, si prej qytetarëve rreth rrugës që kam zgjedhur, rreth futjes time në politik. Prandaj them që ne po marrim një hap të ri drejt asaj të përkrahim rinin tonë dhe mos ta lëmë atë të bredh rrugëve apo kafeterive, por t'i japim mundësi për të ndërtuar një karrierë ose një punë të devotshme. Jo, unë si e re kam filluar në politikë, kam hyrë në moshën 21 vjeçare. Në mandati i parë, tash fillon i dyti, ka filluar domethënë. Unë për vete kam gjetë hapësirë mjaftueshme. Pasi që printe me babi em është angazhu më herë në politikë, e unë jam qas pak më herët. Domethënë unë e kam gjetë vetin mirë, po mundet me qenë edhe më mirë, më kanë më aktiv më shumë, po si e re, besoj që jam qas mirë. Por, se sa këto politikanet të reja ftohen në përmbledhje ku merren vendime të rëndësishme për komunën, flasin ato vetë. Unë e marr pjesë, mundon atë sa mundem, por mundem me qenë edhe më mirë. Mundem me kanë edhe më angazhuar. Personalisht ftohem në mbledhjen e grupit parlamentar për momentin, sepse nuk kam qenë pjesë e partisë cilën e përfaqësoj sot në kuvend, kështu që duhet prita deri debat kuvendit zgjedhor për të ftuar dikon tjetër, ndërkaq sa i përket komunës, mbledhjet që kanë të bëjnë me trit nuk më duket që ka pas ndonjë deri tash kaq të rëndësishme, ose të paktën unë s'kam qenë e ftuar. Unë tash po flas prej subjektit ku unë vet jam antare. Na ka thonë hapësirë mjaft, jam e kyçur në komitetin për handicap, gjithashtu jam e kyçur në komisionin për bursa. Do thotë tash varet kepi i vullnetit tonë sa punojmë na, se përderisa na kanë dhënë këto mundësitë dhe përderisa jam antar në kuvend, do thotë se hapësirë kemi pas të mjaftueshëm. Zakonisht këto ftohemi në për takimet në të cilat jemi vetë pjesë e komisioneve, se e komiteteve, prandaj nga përbërja e komiteteve dhe komisioneve e shoh që trit janë integruar aty dhe ne kemi hapësirën tonë për të vepruar dhe për të ngritur çështjet tona të cilat na preokupojnë. Dita ndërkombëtare e popullsisë së botës u shpall si ditë botërore nga Këshilli i Programit Zhvillimor të OKB-s në vitin 1989, inspiruar nga 2 vjetori kur bota arriti në 5 miliard banor. Në Komogllav sot nisën punët për ndërtimin e qendrës së mjekësisë familjare. Banorët kërkuan që orari i qëndrimit të mjekut aty të jetë më i gjatë. Udhëheqja e komunës paralajmëroi projekte të tilla edhe në vendbanime të tjera, por edhe zgjatjen e orarit të punës deri në orën 16. Duket se nuk ja do lopata, por drejtori i shëndetësisë në Ferizaj Burim Karameta e provoi pak profesionin e ndërtimtarit për hatër të hedhjes së gurthemelit të punktit të ri shëndetësor në Komogllav. Për nisjen e punimeve për këtë projekt, i cili është jetik për banorët e kësaj ane, morën pjesë edhe drejtues të pushtetit lokal të Ferizajt. Në fakt, në Komogllav, deri tani ekzistonte një objekt i tillë, por për shkak të vjetërsisë, ai u rënua për ta bërë të riun. Drejtori i shëndetësisë thotë se projektet e ngjashme janë parapar edhe në lokacione të tjera. Ne tani në projekt kemi gjatë vitit tashëm të bëhat ambulanta gjithashtu edhe në Preles, kemi gjithashtu edhe në atë Trekançin që i bashkan 3 fshatat në Zaskok dhe procedura tjera ku kemi do të mendojmë në një bashkëpunim fitimin do një donacion eventual edhe në Dardani. Ndërtimi i kësaj qendre të mjekësisë familjare në Komogllav është parallogaritur të kushtoj 130.000 euro. Por, pas tenderimit, doli se komuna po i kursen 30.000 euro. Kryetari Sfarqa u zotua se do të angazhohet që ky kursim mos të ndikoj në kualitetin e punimeve. Do të bëj përpjekjet maksimale sipas kompetencave që kam, që të gjithë mbikëqyrësit edhe nga komuna, po edhe nga firma kontraktuese që t'jenë në funksion të realizimit të misionit tyre, duke kërku realizimin e përpikt të këtij projekti, pavarësisht që në këto raste mund të ketë dyshime që ndoshta për shkak të vlerës së ulët që ka një dallim prej 30.000 eurosh që të bën përpjekjen nga operatorët që të kursehet në cilësinë e materialit. Këtë nuk do ta lejojmë. Banorët e Komoglavës vlerësuan lart të investim që po bëhet në fshatin e tyre, por kërkojnë që orari i qëndrimit të mjekut në këtë punkt shëndetësor të jetë më i gjatë. Na kemi kërkuar faktikisht 2 ndërrime,
më kom me stomatolog, me laborator, në qëtë projekte kim faktikisht dhe që të kërë me realizu. Drejtues të shëndetësisë në Ferizaj paralajmëruan një vendim me të cilin do të zgjatet orari punës në të gjitha punktet shëndetësore. Kështu, ato do të punojnë më gjatë për 2 orë, pra deri në orën 16. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.